miqtë e emisionit, si që paralajmëruan se gjatë këtij emisioni do të kemi shumë mysafir të mirë. Do të jetë emision ku do t'ju mbajmë këtë vikend të jeni bashkë para ekranit dhe sigurisht që nuk do të zgënjeni. Do të dëshmojnë edhe të ftuarit tonë, por edhe biseda e bukur. Pa humbur kohë, ne do të vazhdojmë. Ishte biseda e bukur edhe me kolegën tonë Semra, ishte një bisedë shumë e bukur, u kënaqëm, por do të vazhdojmë edhe më tej me të njëjtin ritëm të emisionit. Do të jetë bashkë me ne një grua e cila me të vërtetë na bën krenare, si neve këtu në Maqedoni, shqiptarëve në Maqedoni, por edhe gjitha trojet tona. Do të jetë bashkë me ne një udhëhecje e korit, por shumë emër të bukur bre ka, Nexhmije Pagarusha. Naza Beadini Sadiku, udhëhecje e korit Nexhmije Pagarusha. Zënjë Nazë, mi se edhe. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Si ka lutë? Mirë, faleminderit. Rrugës mirë? Mirë ishte. Do të tregojmë pse na bën krenar neve këtu në Maqedoni, shqiptarëve, por do të tregojmë edhe ku është Ajsebepi, si thosh populli urno. Faleminderit. Dhe do të jetë profa Sedat Kuqi nga Dua Plus, instrumentalist udhëheqës i orkestrit. Mirë se edhe, prof. Mirë se u gjeta. Përshëndetje. Përshëndetje, si jeni? Si ka lutë rrugës? Mirë? Shumë mirë, shumë mirë. Ki vikend kemi prish, por mes gjëra të bukura. Jo. Ndoshta e kemi thejat për dishmërinë, ha? Jo, vikendin po e fillojmë me një ngjarje të bukur këtu. Bravo. Faleminderit shumë. Si është një vikend? Po, vikendet janë bukura zakonisht. I kalojmë mirë, pushojmë pak, sepse lodhemi. Me zi e presim. Me zi e presim, sigurisht. Profa, një vikend juj? Vikendi gjithmonë është i mirë pritur për gjithëve, sidomos për neve që kemi angazhime gjatë javës, por që është e vërteta në vikend unë për vete kam angazhime më shumë se sa ditëve tjera, po e pres 2 herë me gëzime. Edhe për shkak pushimit edhe për shkak të angazhimeve që kam kështu. Edhe me korin Nexhmije Pagarusha, po edhe me Dua Plusin në prezantime të ndryshme para publikut. Shumë bukur. Zinaze, na tregoni pak nga vjeni dhe si ishte ajo, të theme ajo, fortunqa nga Tetova ju përklasin në Prishtinë. Erërat kas në kanë që. Po, herët që në fëmijëri prindërit tanë vendosën, po ka qenë arsye në atë ko shkollimi, dhe ne u detyruam që të shkojmë atje, atëherë dhe prindërit erdhën pas nesh për shkak shkollimeve, në shkollë të muzikës në Prishtinë të mesmen, vllau para me edhe une, dhe atëherë dhe prindërit vendosën erdhën dhe atje mbetëm. Përfunduam shkollimet atje, studimet atje, u martuam atje, familje, krejt. Mirë, po me gjithat, vendlindje. Kur kthehesh në Tetov? Si është e ndjenjë? është një ndjenjë interesante, sado që nuk kemi shumë kohë të vim këto, po me gjithat kur vim ndonjëherë, vetë ju fillon një trahur e zemrës, një ndjenjë ma ndryshe, një ajër tjetër, një ambient tjetër. Me të vërtetë është e çuditshme pak. Nuk muj me përshkru. Sigurisht. Se familjen gjithë e kemi, familjen e gjërë këto. Në Tetov? Po. Sot pas kim shikuar gjatë të kemi sa dushë. Profa, si është jeta në Prishtinë? Si rrjedh? Jeta në Prishtinë është shumë dinamike. Jeta kulturore po flas për atë administrative, biznesore, tjera, por po flas për jetën kulturore, është shumë dinamike, sepse Prishtina si kryeqendër është organizatore e shumë evenimenteve, ndodhive, ngjarjeve kulturore, prandaj është shumë e pasur. Shumë e pasur. Shumë dinamike. Çdo aspekt dinamike është edhe njeriu ka ku të shkoj, ta kaloj vikendin, fundjavën, pra, që të premten, shtunën, po dhe të dielën, edhe pse të dielën zakonisht njerëz pushojnë, përgatiten për javën e punës, në të ardhmen, por megjithatë do të thotë është e mbushur me shumë aktivitete kulturore Prishtina. Ashtu. Ajo e cila na intereson shumë gjatë këtij emisionit, sigurisht funksionimi i orkestrit apo të gjithë asaj që ju organizuat dhe formuat
është një punë e cila me të vërtet na bën që të themi mos themi po femrat të organizohen, disi del ndoshta shumë më bukur për shkak se mos themi që çdo herë meshkujt janë ata të cilët janë piknisja e organizimeve, të jemi pak ma modest në meshkujt. Na tregoj pak se si u formuat, si organizuat, si ishte ideja për... Po, nësi ideja në vitin 2016, interesimi i grave, themi, vajzave, të moshave të ndryshme, e pam që ishte vërtet i madh. Edhe menduam se është e nevojshme ta themelojmë një korë të tillë, gjë që unë e kam thënë sa herë, ne jemi antarët të cilat i kemi janë antare me talent, nuk është korë profesional, por talent me të vërtet, talent se jo vetëm me thënë që i plotësojnë gjitha ato kushte, të profesioneve të ndryshme, të profileve të ndryshme, por që ëndrën e tyre nuk kanë pas mundësi ma herët të bëjnë realitet. Dhe ne ja u kemi hapë dyert këtu, që edhe pse janë të profileve të tjera, edhe pse punojnë punë tjera, kanë profesione tjera, t'jenë edhe pjesë e asaj dëshirës tyre të mahershme, bajnë provat, prekin skenën, dhe është një ndjenjë mirë. T'japim edhe ne një kontribut, aq sa mundemi në këtë drejtim në shoqërinë ku jetojmë. është e bukur. Profa, edhe në Tetov ka një korë të bukur shumë të grave, që i përshëndesim. Kemi patë mysafirë në emisionin tonë, funksionojnë shumë bukur edhe ato nuk janë korë profesional, po që na knaqen me këngët e mirëfillta shqipe, ndonjëherë na knaqen edhe me këngë të cilët këndohen nga vendin nga Tetova, nga Gostivari, janë këngë të cilat janë këngë vjetra, por janë përpunuar shumë bukur nga kori. Po, neve na ka rasti të ndëgjojmë korin e grave të Tetovës, edhe ishin shumë të përgatitura. Profesoresha Noza po thotë ato nuk janë profesioniste. Është vërtet që shumica për tyre nuk kanë përgatitje profesionale të muzikës, por punën e bëjnë në mënyrë profesionale. Kjo është shumë e rëndësishme. Do të jenë amatore, por ato e bëjnë punën me përkushtimin maksimal, falë edhe natyrisht dirigjentës e cila i përgatit ato dhe i tregon udhëzimet themelore se si tek, sepse obligim e ka dirigjentja që ta dirigjoj edhe ta udhëzoj si duhet këngën edhe se si këndohet, do të thotë ato e kryjnë vërtet në mënyrë shumë profesionale edhe me entuziazmin maksimal. Po, ajo është vullneti si u mungon, dëshira, janë me të vërtet në punë janë shumë disiplinume dhe sukseset nuk mungon. E tha edhe profa, keni barë pak se duhet të kërkojsh maksimumi, tash duhet të kërkojsh atë që del më e mira dale. Na tërko pak si fillojnë, si janë ata, si funksionojnë ushtrimet, si funksionojnë organizimi, pregaditjet ndoshta para ndonjë në prag të ndonjë pjesëmarrje. Po, ne zakonisht provat i mbajmë një herë në javë. Këngët i mësojmë, kemi 2 zërshe, nga një herë dhe 3 zërshe. Në varësisht, nga një herë me solist dhe me përcjellje të korit, nga përzgjedhja që e bojmë. Po tani këtë vitin e fundit e kemi pak më të lehtësuar që 2 vite nëse zgaboje, kemi dhe një duo plusin, profesor Sedatin dhe zotri Beratin e kemi, gitar dhe mandolin, dhe përcjellja e këtyne neve na shumë na ndihmon. Sepse gjithmonë ndihemi pak më rahat në ato që ne këndohem, ndihemi më rahat, më sigurt. Për ndryshe këngët i kemi 2 zërshe, 3 zërshe, thash. I majmë provat rregullisht. Nëse kemi ndonjë festival apo ndonjë koncert, sigurisht që përgatitemi edhe 2 herë në javë provat i kemi. Është pak punë e lodhshme se ne nuk jemi që nuk merremi me profesione, si punë tjera e familje, kemi të gjithë, po megjithatë gjejmë kohës e bëjmë me vullnet. Ashtu. Profa, si ishte kiqja juaj në këtë orkestër? Po, e tha edhe profesoresha Naz, ka 2, kjo është viti 3 tash që bashkëpunojmë, edhe bashkëpunimi ka fillu me një kafe që e kemi pirë unë edhe dirigjentja, Naza, e cila më ftoi për bashkëpunim
bisedum, e pim një kafe edhe u pajtuam që jemi pjesë e korit, Nezmije Pagarusha, sepse edhe neve në nderon si Duo Plus, unë dhe kolegu im Berati, pra unë me mandolin jam, ndërsa Berati është me kitar, dhe ne i përcjellim. E përcjellim korin edhe në një fardore, si tha dhe profesoresha, u lehtësojmë këtyre, se kur e ke edhe përcjelljen orkestrale, edhe kori është më i sigurt në këndimin e vetë. Sepse pikës pari jepet tonaliteti. E pastaj, natyrisht edhe vija melodike, po edhe harmonit, edhe ajo e bën një tërsi, do të thotë që kori të tingëlloj shumë më plot, shumë më mirë, shumë më sigurt. Emri më duk pak si interesant që erdhë emri Nezmije Pagarusha. Kjo ishte një përshkrim i bukur, kjo si erdhi emri. Vërtet ne jemi me fat që kemi këtë emër. Edhe mburemi, edhe prova, po e diskutojmë shpesh herë që kemi një emër të madh dhe kemi një përgjegjësi. Po ne u themeluam fillim me një emër tjetër. Kishim një emër tjetër, atë emër e vendosëm ne si grup. Më pas 3 muaj e punë, e bën promovimin në teatrin Dodona, dhe i patëm mysafir të shumë të kompozitor, të pjesës së artit, aty ishte edhe zonja e madhe, Ndjera Nezmije Pagarusha. Dhe sigurisht, ne jo që s'kishim desht, po asnjëherë nuk na kishte shku mendja, por asaj pëlqimi, pëlqej vullneti jon, i pëlqej puna jon, edhe ashtu lindi ky diskutim se unë kom mendu theke që ti e ki emrin, thash jo, nasë me marrë emrin pa ne ofru. Dhe pastaj kjo ndodhi shumë shpejt me disa kolege, shoqe, të cilat edhe ata dhanë kontributin e vetë dhe morëm këtë emër. Sigurisht me merita se e ka vlerë vetë e madhja Nezmije Pagarusha që duhet të ndoshta nëse i shkon e zhgënjime me siguri që edhe ajo vetë nuk do të propozon të emri i saj tjetë në atë kohë. Po, emri madh, po edhe përgjithësia madhe. Përgjithësia madhe, sepse vërtet e Ndjera Nezmije Pagarusha, Bilbyli i këngës shqipe, ajo e ka nderuar korin me ofrimin e emrit të vetë për korin. Por të njëjtën kohë natyrisht që ja ka dhënë edhe një përgjegjësi të madhe, sepse ta mbash emrin, një kohë ta mbaj emrin e Nezmije Pagarushës është vërtet përgjegjësi, është edhe kënaqësi, po edhe përgjegjësi e madhe. Edhe besoj se deri sot kori ja ka dalë që ta arsyetoj emrin e Nezmije Pagarushës. Vetveten ta arsyetoj. Ta arsyetoj, besoj po. Shumë e bukur. Prof, ajo sa është ajo afërsia, sa është ajo, të themi, ndjetja e asaj ati mesit kur jeni bashkë duke preformuar ndoshta ndonjë pjesëmarrje dhe sa ju bën kjo që ki kor të hecë para, të zhvillohet, të jetë i pavdekshëm. Tregom sa është nga vetë ju, instrumentalistët dhe ja që edhe kori, është aja afërsia që në për pjesëmarrje të del më e mira. Me qenë se jeni bashkuar pas themelimit, po që mbasi funksionojni, do të thotë që shkon mirë gjithçka. Po, pyetje shumë me vend, shumë me arsyeshme, sepse ne punën e fillojmë në prova. Provat i bëjmë së bashku, por para prova e pim nga një çaj, nga një pije e tjera, e bëjmë një muhabet, kështu që jemi shumë të afërt, edhe pse jemi ne dy mashkuj, jemi në mesin e shumë grave aty, shumë antareve të korit, por faleminderit shumë na kanë pritur shumë mirë, na kanë pranuar shumë mirë, edhe ne e ndijmë veten shumë të relaksuar, edhe shumë nderuar, dhe natyrisht që kontributi ynë është aty maksimal. Ne nuk kursejmë asgjë nga vetja,
nga ajo që dim, jo si instrumentist, po dhe në përgjithësi për në këshill tjetër e tjera, ajo është me rëndësi shumë, sepse jemi me përvojë. Shkëmbejem përvojat. Edhe me përvojë jetësore jemi, po dhe muzikore, dhe tjera, dhe akademike, kështu me radhë. Gjithë titujt i kemi aty, prandaj prania jonë besoj se e ka ngjall pak, i ka dhënë korit një dimension tjetër, dimensionin e kontributit maksimal të tyre në ekzekutimin e këngës korale. Sigurisht. Po për zgjedhja e këngëve. Disi këngët, prof dhe zonja Naze, këto këngët e vjetra disi po na kënaqin me këto kur po rikthehen, po i ringjallim disi. Njëjtën pyetje ja kumbo edhe korit të grave të Tetovës, të cilët me të vërtetë përpunojnë dhe ringjallen këngë të vjetra. Përzgjedhja e këngëve bëhet nga këshilli artistik, nga drejtoresha, edhe udhëheqësi artistik, udhëheqësi orkestri, do thotë ne të tretë e bëjmë përzgjedhjen e këngëve dhe kryesisht i marrim ato këngë të cilat mund të këndohen minimum në 2 zëra. Minimum në 2 zëra. Kemi edhe 3 zëshe, kemi edhe 4 zëshe, por do thotë këngët të cilat kanë brumin që mund ta zhvillosh harmoninë, do thotë e asaj këngë që të duket më plot, të duket më bukur, po tingëlloj edhe, do të thotë, artistikisht. Kënga popullore e përpunuar në aspektin e përcaktimit të harmonive dhe të dedikuar për korin 2 zëshe minimum, do të thotë. Prandaj janë këngë shumë të këndshme edhe për dëgjim, po edhe për harmoni, por edhe për ekzekutim instrumental. Kështu që është një tërësi e cila ta kënaq veshin. Ashtu. E dëgjuesit, edhe shikuesit. Se ne jemi edhe në televizion, po jemi edhe në radio, po edhe jemi në televizion, kryesisht në televizion jemi, dhe ajo pamja vizuale. Do të njerë të ndëgjohet, por edhe të shikohet. Edhe të shikohet, sepse ai kolorit i pamjes antarëve të korit, po dhe neve dyve aty, do të thotë është një diçka që e zbukuron skenën. Sigurisht. Është e vështirë pak ndoshta të themi, e the edhe vetë, nuk janë profesionale, por një dirigjente është pak më rënd, duhet 2-3 fysh punë që të mundesh të arrish ndoshta nëse punon me një kor që është profesional. Shiqo, nuk mund të themi që është bashkë e lehtë. Sepse sa do që e kanë talentin, e kanë veshin, nëse i kishim njoftë të gjithë në notat, s'kish pas kur çfarë problemi, jo. Veç i kishim lexu dhe ne kishim qenë të gatshëm çdo kohë për post. Por, me të vërtet, kur vullneti i tyre, dëshira, edhe talenti kur është edhe dëshira, shumë shpejt po i rrethojnë, po i ofrojnë, po i tërheqin ato fraza. Tani, po e përmendi dje ishim prova, i kemi 2 këngë të cilat janë këngë korale të përpunuara bukur, për shembull Zareve në Mafesin edhe O pikën e ballit, që shumë pak kanë shtrirje melodike të taburit shumë populluar, shumë koral. Dhe shija që pak me problem, po mundemi mi kuptu. Se aty ka harmoni, në momentin që janë 2 zëre, janë harmoni. Kur është vija melodike, i kemi të njohura këngët, dhe shumë shpejt po i këndojmë, dhe zakonisht soprani, po e ka vijën melodike. Ata nuk pe kanë, është problem, është vështirë, po pe ushtrojmë 3 herë, 5 herë, 10 herë kthehemi në një frazë. Unë edhe nuk hezitoj, shpesher ju thëmë, e të përsërisim edhe i herë, ta kuptojmë, qëllimi është një herë të kuptohet ajo frazë. Ndoshta nuk mund ta bëjmë aty për aty, ta realizojmë, po nëse e kemi kuptu, më vonë, në orën tjetër, do ta realizojmë. Kështu po me ja dalim, me punë ja dalim, janë të përkushtume, kanë vullnet, kanë dëshirë, edhe kur janë këto, ato pa tjetër se kanë i mësojmë. Sigurisht. Po për zgjedhje e pjesëmarrjeve, s'do të mend se keni shumë ftesa, por sigurisht që dikun ndoshta s'mund të mbrihet, dikun ndoshta mos them tash nuk ja vlen, po
bëhet për zgjedhja sigurisht dhe zgjedhet ajo pjesëmarrja më e mirë, më e bukur, më me vend, si thonë. Me dedikim. Me dedikim pak. Na tregoni cilët ishin pjesëmarrjet që pak më tepër ju lanë për shtypje dhe mbahen mend. Me të vërtet pjesëmarrë ftesat që i kemi, asnjëherë s'kemi menduar me bën ndonjë dallim, apo kuptoni se këtu ja vlen ose këtu s'ja vlen me qenë. Jemi mundu që t'jemi pjesë çdo kund ku na është bo ftesa. Sepse në momentin që ftesa të drejtohet, sigurisht se aty është një vlerë. Është një vlerë. Dhe ne këto ftesa që i kemi, për shembull kemi qenë në Tetov, si zakonisht. Festivali Tetov, Teuta kur mbahet, festat e nëntorit kemi qenë. Që do të thotë ne gati 2-3 herë në vit në Tetov, falenderojmë shumë që ata nuk na harrojnë, ftesat na i dërgojnë. Në Rauvec, kur bëhet ky festivali i Hardhis, i Rushit, edhe ata falenderojmë profesorin Nasser Dula, gjithmonë ftesat i kemi. Në Prizren, Konga, festivali Kongës qytetare. Po, në Prizren, që ftesat na i bën në ky profesori, tash s'm kujtohet, pas ka dalë mendsh. Ku është? Në Prizren, te Konga qytetare, ky miku juaj dhe joni. Nëjse, nga shoqëria Agimi vinë këto ftesa dhe ne gjithmonë jemi prezent. Ishte një vet, nuk më kujtohet cili vit ka qenë, që mbaj mend, nëse zgaboj 2017, 17 ftesa për një vit. Më kujtohet si sot, muaj nuk ish viti, sa patëm në ftesa, dhe më kujtohet, vendosëm dhe ne ju përgjigjëm gjithatëmi. Amo një vit ka qenë i tillë, dhe shumë, 17 ftesa. Shpesher mendoj dhe nuk e di si ja kemi dalë, se ne për gjitha udhëtimet nuk kemi pas, nuk kemi mujt me parashiku, nuk kemi pas mbështetja aty për aty. Nëse ne kemi bo ato projektet, planet në komuna, po aty jem planifiku 5-6, dhe për ato kemi pas mundësi, nërsa 17, prandaj antarët e korit, gjë që i falenderoj shumë, gjithmonë nuk kanë shupej, do të shkojnë, kanë finansu vetë udhëtimin dhe ne kemi qenë prezent, aty ku na kanë. Shumë bukur. Profa, e pjesa akademike juaj, si një profesor universitar dhe kjo tash këtu, e ka atë, e don atë përkushtimin e vetë, mund, por vullneti edhe pjesëmarrje që vetë i cekët e bën vetëm vullneti që t'jep gjithçka nga vetvetja për të qenë pjesëmarrës dhe për të qenë në atë nivelin që e meriton. Na trego pak si mund ti menaxhosh këto sede të... Po, unë them gjithmonë dita i ka 24 orë. Dhe nëse e menaxhon 8 plus 8 plus 8, atëherë i arrin të gjitha. Unë kështu tër jetën jam sjell, prej moshës rinore të hershme, jam antari i shoqërisë kulturore artistike Agimit e Prizrenit, do thotë prej moshës 16-17 vjeçare, pastaj si instrumentist, po dhe si harmonikist, po dhe si këngëtar, dhe si udhëheqës i orkestrinës atje në Prizren, pastaj në Prishtinë, në Bajram të Sur, në shoqërinë Bajram të Surri. Do të thotë gjithmonë kënga për mua ka qenë leitmotiv. Edhe kam shumë xhirime, shumë këngë në YouTube e tjera. Kënga më ka përcjell, por bota akademike ka qenë e veçantë. Numër 1 ka qenë bota akademike, aktiviteti im akademik, sepse i kam gjithë titull shkencor e akademik të mundshëm, dhe kënga më ka bërë më mirë edhe në shkencë, edhe në aspektin pedagogjik edhe akademik. Do të thotë më ka ndihmuar se më ka freskuar. Edhe unë kam gjetë gjithmonë kohë që t'i përkushtohem edhe këngës. Prandaj kam qenë aktiv kam qenë në koncerte, në xhirime për vitin e ri, festa të ndryshme tjera, që tash kohëve të fundit ka 5 vjet që jemi bashkuar unë dhe Berati,
kemi formuar Duo Plusin. Plusi është ai që mund të na bashkohet her pas here, por ne trasime. jemi ata të cilët ne jemi strumbullari. Ai plusi e bën që nuk kemi të kufizum, urdhnoni. Po urdhon kush është i Zoti na bashkohet. Edhe aty për aty si Gjem Seshen e tjera, do të thotë, por ka 5 vjet që si vjet do ta festojmë bile 5 vjetorin e themelimit të Duo Plusit. Edhe jemi në përgatitje si për të një albumi, audio albumi, të shohim ndoshta edhe videon e bëjmë, por një 10-15 këngë janë aty, të interpretuara edhe vokalisht, po edhe instrumentalisht, vetëm nga unë dhe Berati. Dhe në këngë tona të cilat dëgjohen me andje, sepse ne nuk këndojmë gjithçka. Ne nuk bëjmë zhurmë, ne bëjmë muzikë. Unë kështu them gjithmonë. Prandaj muzika ka qenë leitmotiv, do të thotë i jetës sime, më ka përcjell tërë jetën, prej se di për veten e deri në ditën e sotme, ajo më ka dhënë vullnet, do të thotë edhe për punë tjera. Ti prov do në thuj që këngë të keqe s'ka, vetëm ka interpretim të mirë dhe interpretim të keq, a? Kënga kur nuk është e keq. Vetëm mund të jetë interpretimi jo i mirë. S'më thomi keq, po jo i mirë dhe jo i përshtatshëm për atë këngë. Mirë, pak e zbukurove ma mirë. Po tash si profesor universitetit s'mund përdori. Tetova, ndoshta e ka bërë që ai mali sharë duke i kënduar çdo herë vajzat malit sharë dhe Tetovës ka bërë që shumë zërat bukura, shumë zërat mirë, këngëtar të mirë. Sa do bashkëpunoni me sigurisht edhe me grupin e grave të Tetovës, ku me të vërtet në fillim të emisionit folëm edhe për ata se bëjnë një punë shumë të mirë. Dhe sa bashkëpunimet Kosovë, Shqipëri edhe ta shtemi edhe këtu në Maqedoni? Po, në Maqedoni kemi bashkëpunime ka 7-8 vite, por mund vjen keq që po duhet me thonë, ne vetëm një herë kemi pas mundësi ata me ftu në Prishtinë, kur e kemi pas një përvjetar që e kemi mbajt në sheshin 21, ka qenë viti, nëse zgaboj 2018, kur shumë me kënaqësi i kemi ftu dhe ne nuk kemi pas mundësi që ne të organizojmë, sepse nuk kemi pas aq mjete, aq mbështetje, jo që s'kemi mujtë, dhe m'vjen keq që s'kemi pas mundësi ne mi ftu këta më shumë. Për ndryshe bashkëpunimet i kemi, ndërsa në Tetovë ne vim ka 7-8 vite, rregullisht naftojnë dhe më duket nëse një vjet nuk naftojnë, për mu diçka shumë e mangët. Na kanë harruar. Shumë e dhëmshme, sigur na. Jo, ajo lidhet kjo pak me vendlindjen. Po ndihet ajo mungesa, po. Ndihet ajo mungesa, ajo. Dhe unë shumë i falenderoj. Unë kisha pas dëshirë dhe kam një ëndër i cilën shpresoj do ta realizojmë së bashku me orkestrën dhe korin. Për ndonjë rast, për ndonjë event, kisha pas dëshirë të një bashkëpunim përmes Xheladin Zeqirit, bashkarisht me ta bëjmë lartë në fshatin Shqipkovic. Po, një koncert. Në Shqipkovic, fshatin lartë, ku nga e kemi ne prejardhjen. Jo vetëm për atë, po është një vend që gjithmonë aty janë kultivu vlerat, kanë dalë shumë artistë, shumë të rinj që i njohim, dhe kisha pas dëshirë që në atë vend ta mbajmë me një rast, me një event qoftë për ditën e mësuesit, qoftë, dhe besoj që në të ardhmen do ta organizojmë këtë ndër ta bëjmë realitet. Sigurisht. Çka presim në të ardhmen? Presim diçka risi të ketë nga kori dhe sigurisht do të shohim edhe ideat, ndoshta edhe nga bashkëpunimi me orkestrën. Presim, ne pretendojmë që të dalim dhe jashtë kufive. Kur them jashtë kufive, s'po flas për vendet shqiptare. Se edhe pse kemi kufi, ne mendojmë që s'kemi kufi në Maqedoni, Shqipëri. Në Malzi kemi qenë dhe kemi ëndër, pse jo medale dhe në për vendet tjera. Edhe jemi në qatë rrugtim. Po sigurisht, jo gjithmonë mund të koordinohemi, sepse gjithë jemi në përpuna, jemi me gjithat presim diçka ma bukur, ma mirë. Me këngë tjera të përpunuara ose autoktonet të juve? Po, do të ketë, me siguri do të ketë. Do të ketë këngë ta freskojmë repertorin. Edhe pse koret, edhe t'i quajmë profesionale, në kuptimin e plot fjalës, me një repertor prej 7-8 këngëve ose 10 këngëve, gati 10 vjet
dalin, prezentohen para publikut. Kështu që ne kemi atë ndjesi, nështë mos u bon bajat publiku. Hajtë bëjmë diçka të re. Bëjmë diçka të re. Edhe pse do të jemi amator në kuptimin e mirëfillt fjalës, për shkak të edhe përgatitjes, po edhe për shkak të financimit e tjera, se edhe aty shihet amatorizmi, profesionalizmi paguhet, janë sistem të pagave. Ne nuk jemi në sistem pagave, ne jemi amatorë edhe në atë kuptim. Do të lash diçka nga vetvetja, por po ne mundohemi gjithmonë të tregojmë më shumë se sa ata që paguhen. Sa profesionistë do të kemi atë ndjenjë, mos jemi bë të bajat me repertorin, pra ne shtojmë gjithmonë nga një inxerim punë vetës, po kjo na bën mirë neve edhe publikut, sepse na çon përpara. Ne do të ketë edhe këngë të reja me siguri do të ketë në repertorin e korit, me Xhmije Pagarusha. Edhim pse tham këtë prof, se ne ju planifikojmë që gjatë verës t'ju kemi në studio komplet me korin, me orkestër, edhe nga ki televizion, nga ki emision, të ndigjojmë disa këngë të bukura nga kori në Xhmije Pagarusha në këtë emision dhe duke u lënë shikuesve, duke ju premtuar që të jemi bashkarisht dhe të realizojmë diçka të bukur. Sigurisht, do të ishte kënaqësi. Unë ne më ndua plusit, po të premtoj, po edhe si bashkëpunëtor të korit, në Xhmije Pagarusha, po të premtoj se edhe ne më nazës, edhe ne më timin do t'jemi mysafir t'juj. Tash kër flasim edhe për korin, edhe për orkestrin, flasë për një. Po, kështu që zbashku do t'jemi, natyrisht, prezentimin do t'a bëjnë zbashku, edhe do t'jemi si një tërsi, por prezentimi do t'jetë, do t'thot, në Xhmije Pagarusha dhe Dua Plusi. Unë këtu dua të shtoj, ne kemi qenë para 5 viteve, mysafir të këtij televizioni, nga i madhe Javni Qahili, nga ka ftun, Kompromis Show, po që ka dalojmë nga kjo tash, ku thotë ja ka risi. Nëse ka pas prej para 5 viteve dhe ishtë sot risi, do të ketë edhe tani e citje. Ka qenë kori a kapela, është paraqit, mendoni, me 2 zëre apo 3 zëre, po ka këndu pa përcjellje instrumentale. E tani, kur do t'jemi mysafir, do t'jemi me këngë tjera, repertuar tjetër, dhe me përcjellje të orkestrës. Shumë bukur do të delemi. Jemi thjesht... Ndryshimi ekziston. Të respektum që sot ishim para publikut të televizionit Shkupit, redaksisë së Gjuhës Shqipe, edhe unë, edhe besoj, edhe drejtoresha, edhe dirigentja Naza Beadini. Faleminderit shumë për ftesën. Sigurisht, kjo do të jetë pra një premtim që gjatë verës, dhash Zoti, të kemi shëndet edhe ta realizojmë edhe në pse jo, mbetet edhe në arkivan e televizionit tonë. Si që ka met ajo e kompromisit, është në televizion, është e ruajtur, por do të jetë edhe kjo. Unë duke i dëshiruar shëndet, suksese, dhe takimin vetëm e caktuam për emisionin e radhës. Gjatë verës, po. Dhe me gjërat bukura kështu, me gjithë këtë vullnet, me të vërtet, më bët që të ndjehem edhe une mirë dhe them shumë pak jem të bë, sa janë të bë njerëz të cilët vazhdimisht janë të servu për gjithë ne, duke vetë e biseduam se disa sende nuk janë gjithçka profitabile, por gjërat bëhen me vullnet dhe për të mirën e të gjithëve. Faleminderit për kohën. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi që ishim. Të nderuar miq, ishte biseda e bukur, takimin e radhës e kemi caktuar, sigurisht që do të kënaqemi në atë pjesë ku do të takohemi përsëri dhe do të del sigurisht e bukur ajo cilët ne do ta servojmë edhe gjatë emisioneve gjatë verës. Do të bëjmë një shkëputje të shkurt pikërisht me disa momente të bukura nga orkestri dhe nga vetë kori në Xhmije Pagarusha, disa inserte, disa pjesë të bukura nga pjesëmarrjet e tyre dhe me të vërtet me këtë që do e shihni dhe do ndëgjoni, do të shihni se ja vlen që të takohemi përsëri. Mirupafshim dhe takohemi përsëri.